Këtu është horoskopi i mërkur 2 prill 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo nuk është një ditë e mirë për të argumentuar ose ngritur polemika, që nga orët e para të mëngjesit mund të ndiheni jashtë loje ose shumë i trazuar. Demi. Mëngjesi sjell një takim të këndshëm ose një zgjidhje të papritur për problemet e punës. Dashuria zgjohet, por si? Kujdes nga rëshitjet, mos vini në dyshim sigurit. Binjaket. Një ditë e ngarkuar edhe për sa i përket punës, pasi ndjenjat varet shumë nga ju. Malli për familjen dhe stabilitetin. Gaforja. Zemra juaj rre shpejt për një person që luan për t'ju bërë nervoz. Është e rëndësishme të shmangni grindjet me një shef ditë e shurdhër në mbrëmje. Luani. Ka ardhur koha kur do të kujdesesha për trupin tuaj duke bërë një gjimnastik të lehtë. Mjaft me justifikimin e zakonshëm se palestra është shumë larg shtëpisë. Virgjeresha. Nëse keni dyshime, e keni gabim sepse periudha e ardhshme do të jetë një nga konfirmimet për ata që mund dhe duan të kenë një fëmijë, gjithçka është e mundur. Në punë, ju impononi idetë tuaja. Peshorja. Ju mund të jeni plot angazhime, mund të fillojë një program i ri për të cilin nuk jeni plotësisht të bindur. Mos e ngrini zërin, veçanërisht në familjen tuaj nëse jo gjithçka shkon ashtu siç dëshironi dhe ju duhet të vini një fytyrë të mirë në një situatë të keqe. Akrepi. Mos shtyni një takim biznesi. Për shumë njerëz ka ardhur koha për të bërë zgjedhje vendimtare, qoftë brenda ose jashtë. Ata që jetojnë dy histori rrezikojnë të bien në kontradikt. Shigjetari. Për disa duhet thënë se dashuria ka përjetuar një periudhë tensioni, çifte më të ndryshkur janë përballur me polemika të pafundme. Ju jeni shumë të zënë nga puna dhe pjesën tjetër e vendosni në fund. Britsjapi. Pasionet gjithashtu mund të rilindin papritmas dhe ata që lindin në shenje favorizohen veçanërisht nga ata që u është dashur të përballen me një mbyllje, një problem, një ndarje. Ujori. Zgjedhje të mira që ju bëni në këtë ditë dhe gjithashtu mund të merrni një detyrë të rëndësishme. Mbrëmje e këndshme me partnerin. Peshqit. Një njeri i afërt ju provokon, dini si të reagoni duke ruajtur qetësinë e duhur. Ne duhet të zbulojmë një çështje biznesi. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.